një farë shpëtimi se edhe njëherë o shpërfaq fytyra e Serbisë. Kështu ka ndodhur. Verzion një letë me avon meritat për veriun, një verzion interesant që është të vërtet, apo si do që të është gjedhe atyne. Zoti gjujt në moderim që veç ja ka dashë se nuk ka që ka ditë Zoti Kurti në veri, faktet flasin ryshe, po ta në qa shumë fakte, sa na duhet edhe një emision njëjtë. Për te aty në fakteve, ma e rëndësishme mendojnë që momentin e asaj që mund më qujtë krizë politike, apo blokad politike, apo pasiguria shkojnë në qeveri e a shkojnë në zgjedhje. Politikisht, Zoti Gjini, AAK-ja, si parti e cila tani ka 4, më duke deputet, i ka dikun 7-6.000 vota, që shtojnë ajo, kur ti djegë Tomli, Bust, i frynë edhe Kosit, a po planifikoni vetë me hinë zgjedhje, edhe cila është përgjigja ju mbi kritikët edhe analizat që thonë që AAK-ja rrezikon pragun në zgjedhjet ardhshme, kur do qoftë që ato mbahen, në këtë aspekt, do thotë a do t'hini vetë, apo jeni të gatshëm për koalicione parazgjedhore me partitë e spektrit politik që janë në Kosovë, ma ato që mund ndani mendimet përbashkëta. Ne nuk kemi vendime për këto, Haradinaj. Besoj që Alianca në asnjë moment nuk e ka rreziku pragun. Unë personalisht mendoj që nuk ka qenë lëvizje ma mirë e mundshme koalicioni me Nismën. Duna me pranu që nuk e kom kundërshtu ashpër në mbledhje, se më thonë, kom pas arsyet e mia pse në mbledhjet të kryesisë nuk e kom kundërshtu mbledhjet kryesisë, i kom shfaq